So praise the Lord for that. Lavdi Zotit për këtë. All right. Well, let's get some more victory tonight. Dhe le të marrim çik më shumë fitore sot. I hope that these messages have been encouraging to you. Dhe shpresoj që këto mesazhe të kenë qenë inkurajuese për ju. I do not know why. Nuk e di pse. Maybe because the Lord has been moving our church in this direction. Ndoshta për shkak sepse Zoti e ka lëvizur kishën tonë në një drejtim andej. But this message tonight has really touched my heart. Por ky mesazh më ka prekur me të vërtetë zemrën. And the Lord has revealed many things in my own life that I need help with. Dhe Zoti më ka zbuluar gjërat në jetën time me të cilën më duhet ndihmë. And I praise the Lord for that. Dhe lavdëroj Zotin për këtë. But I believe Por unë besoj 100% 100% that if we will let this message get into our hearts tonight, që nëse e lëm këtë mesazhin të hyrë në zemrën tonë, it will change our lives forever. do të na ndryshojë jetën përgjithmonë. And not just our lives, Dhe jo thjesht jetën tonë, but everybody around us. por edhe të gjithë përreth nesh. It is a very good message Dhe tonight është një mesazh shumë i mirë that the Lord's given us. që Zoti na ka dhënë. All right. John chapter number 15. Gjoni 15 And we will start in verse number 1. edhe do të fillojmë tek vargu numër 1. All right. A familiar passage. Një mesazh shumë i ngjashëm, shumë i njohur. All right. Verse 1. Vargu I parë, The Bible says that I am the true vine and my Father is the husbandman. unë jam ardhia e vërtet dhe ati im është kultivuesi. Every branch in me that beareth not fruit he taketh away, and every branch that beareth fruit he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Çdo deg në mua që nuk prodhon fryt, ai e heq, dhe çdo deg që prodhon fryt, ai e pastron që të mund të sjellë në jetë më shumë fryt. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Tani ju jeni të pastruar nëpërmjet fjalës që ju kam folur. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Qëndroni në mua dhe unë në ju, sikurse dega nuk mundet të prodhoj fryt nga vetja, përveç se po qëndroj tek ardhia. As ju nuk mundeni, po nuk qëndruat në mua. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Unë jam ardhia, ju jeni degët. Ai qëndron në mua dhe unë në të, po njëjti prodhon shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Nëse dikush nuk qëndron në mua, ai dhe të tutje si një degë dhe thahet, dhe njerëzit I mbledhin e jedhin degët në zjarr, ato digjen. If you abide in me, and my words abide in you, you shall seek what you will, and it shall be done unto you. Nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, do të kërkoni çfarë të doni e do t'ju bëhet. Wow. Shikojnë. Wow. Wow. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. Në këtë përlëvdohet ardhi im, që ju të prodhoni shumë fryt, kështu do të jeni dishepujt e mi. And so here's my subject tonight. Kështu që kjo është tema ime për sot. Victory over spiritual barrenness. Fitoria mbi thatësinë shpirtërore. Now there is a very scary picture given in the Gospels Tani është një portretizim shumë I frikshëm I dhënë në Ungjillet about a fig tree. për një fitore. Fig tree. Për një pemë fiku. All right. The tree is full of leaves. Dhe kjo pema është plot me gjethe. And at a distance, Dhe në një distancë it promised so much. premtoi aq shumë. But the Lord came to it physically hungry. Por Zoti erdhi asaj peme I uritur fizikisht. And when he got there to it, Dhe kur arritje tek ajo pema, it was empty and nothing but leaves. ishte bosh me asgjë përveç se gjethe. On the outside, Dhe nga jashtë it was beautiful and alive. ishte e bukur dhe e gjallë, But inside, it was empty. por brenda ishte bosh. This is the story in Mark chapter 11. Dhe kjo është historia te Marku 11. The Bible says, on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Dhe të nesërmen kur po vinin nga Betania, Jezusi ishte I uritur. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, and happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves. But for the time of figs was not yet. Dhe duke parë prej së largu një pemë fiku që kishte gjethe,
Ai erdhi se mos ndoshta gjente gjë në të, por kur erdhi te fiku nuk gjeti asgjë veç gjetheve sepse nuk ishte akoma koha e fishme. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Dhe Jezusi u përgjigje i tha, pas kësaj, askush mos të ngrënd fryt prej teje, përjet, dhe dishepujt e tij e dëgjuan. Now this is a sad picture. Tani ky është një portretizim i dëgjuar. But there are believers that are sitting in churches all over the world tonight Por ka besimtar shule në kisha në tërë botën sot, that are just like this tree. që janë njësoj si kjo pema. They are full of profession. Janë plot profesionit, They are full of activity. janë plot aktivitet, They are full of leaves, dhe janë plot me gjethe, but they have no fruit. por nuk kanë asnjë fryt. Some of them desperately want to be useful to God Dhe ata edhe disa prej tyre duan që të jenë shumë të përdoren prej Zotit, and do not understand why their lives are feel so empty. dhe nuk e kuptojnë pse jeta e tyre është kaq bosh. Many of them just quit trying. Shumë prej tyre thjesht nuk provojnë më, But the question tonight is not whether or not you have leaves. por pyetja sot nuk është ke gjethe apo jo, The question is whether or not there is fruit. pyetja është a ke fryt apo jo. But tonight we can have victory over spiritual barrenness. Por sot mund të kemi fitore mbi thatësinë shpirtërore. But what is this fruit that the Bible mentions? Por çfarë është ky fryti që përmend Bibla? Let's look in the book of Galatians to give us the answer. Le të shikojmë te libri Galatasve për përgjigjen. The Bible says, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Por fryti I frymës është dashuri, ngazëllim, paqe, durim gjatësi, butësi, mirësi, besim, zemërbutësi, vetëpërmbajtje, kundër të tillit nuk ka ligj. Now, notice something. Tani vin një re diçka. Do you see the word fruit there? A e shikoni fjalën fryt atje? Notice it says fruit and not fruits. Thot fryt dhe jo frytet. That's very important. Kjo është shumë e rëndësishme. Why? Pse? Because they all come from the same source. Sepse vin nga një njëjti burim You're not going to find a fig tree dhe ti nuk do të gjesh një pemë fiku that's going to give oranges. që do të jap ty portokall. That's because they're different fruits. Është për shkak sepse janë fryte të ndryshme. This is all the same fruit Ky është fryt I njëjtë from one vine, nga një hardhi which is Christ. që është Krishti They all come from the same vine. dhe vin nga një njëjta hardhi. So how tonight can we have victory over this spiritual barrenness? Kështu që si mund ta marrim ne fitore mbi këtë thatësi shpirtërore? There are three conditions that we must meet tonight. Por ka tre kushte që ne duhet të takojmë. Fruitfulness requires submitting to the Lord's pruning. Frytdhënia kërkon nështrimin ndaj krastisjes së Zotit. Let's read the first two verses again. Le të shikojmë dy vargjet e para. You go ahead, you can read them in Albanian. Unë jam ardhia e vërtet dhe ati im është kultivuesi. Çdo deg në mua që nuk prodhon fryt, ai e heq, dhe çdo deg që prodhon fryt, ai e spastron, që të mund të sjellë në jetë më shumë fryt. We are the branches tonight. Ne jemi degët sot, Before the Lord ever speaks of the responsibility of the branches, përpara se Zoti të flas për përgjegjësinë e degëve, He speaks of the Father's work on the branches. ai flet për punën e Atit mbi degët. Behind every branch that is full of fruit Pas çdo dege që është plot me fryt, is a God who stands actively and lovingly, është një Zot që qëndron me aktivitet dhe me dashuri, but sometimes painfully caring for the tree, por the ndonjëherë branch. kujdeset në një mënyrë të dhimbshme për këtë degën. The branches do not take care of themselves. Dhe degët nuk kujdesen për veten. The Lord takes care of them. Zoti kujdeset për ato. Now notice here what the words the Lord uses. Tani shikoni fjalët që përdor Zoti. The Bible says that every branch that brings fruit, Bibla thot çdo deg që mua më prodhon fryt, He purges it ai e spastron so that it can bring more fruit. që mund të sjellë akoma më shumë fryt. Now a person who cares for trees, Tani një njeri që kujdeset për pemët, they take a knife ata marrin një thik and sometimes they have to cut away some to make room for more fruit. dhe ndonjëherë duhet të presin disa deg që të bëjnë vend për më shumë fryt. They remove things that hinder fruit from producing. Dhe heqin ato
gjërat që e pengojnë frytin na prodhimin. The Lord does that in our lives. Dhe Zoti e bën këtë në jetën tonë. It's not a pleasant process. Dhe nuk është një proces I këndshëm, It's painful most of the time. shumë prej herëve është I dhimbshëm. But God in His wisdom Por Zoti në mençurinë e Tij takes things out of our lives merr gjërat jashtë jetës tonë that we have held on to që ne po I mbanim, that are robbing us of fruit in our lives. që po na vjedhin frytin në jetën tonë. And sometimes to us what feels like a loss in our lives Dhe ndonjëherë kjo ndihet si një humbje për ne në jetën tonë. is actually the Lord just making room for more fruit. Por në realitet është Zoti që po bën vend për më shumë fryt. Now, when these things happen in our lives, Dhe kur këto gjëra ndodhin në jetën tonë, we often think, why is God taking this from me? ndonjëherë mendojmë pse Zoti po ma merr këtë, When we need to be asking this, kur ne duhet të bëjmë këtë pyetje. what fruit is He preparing for me to have? Çfarë fryti po përgatit ai që të kem unë? I believe the Lord's trying to help us tonight. Dhe unë besoj që Zoti po përpiqet të na ndihmojë. The Lord has already started to cleanse many things from us through His Word. Zoti ka filluar të pastrojë shumë gjëra tek ne nëpërmjet fjalës së Tij. Remember what verse 3 says. Dhe kujtoni se çfarë tha vargu I 3. Let's read it again together. Le ta lexojmë përsëri. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Tani ju jeni të pastruar nëpërmjet fjalës që ju kam folur. The tool that the Lord uses to clean His branches Dhe vegla që përdor Zoti për të pastruar degët e Tij is His Word. është fjala e Tij. The same scripture that brings us comfort when we need it. E njëjta shkrim që na jep një reati kur ne na duhet, It is the same scripture that cuts. është e njëjta shkrim që pret. It convicts us and corrects us. Dhe na ndërgjegjëson edhe na korrekson. It reveals things in our lives Dhe zbulon gjëra në jetën tonë. and cuts things in us that we've never noticed before. Dhe pren gjërat brenda nesh që kur nuk I kishim vënë re. There may be somebody in here tonight, the Lord's already revealed something to you. Dhe mund të jetë dikush këtu sot që Zoti ka zbuluar diçka. You've wondered why that thing, God took it away. Dhe ke menduar pse Zoti mori atë gjën prej teje. And God's revealed it to you tonight that He's trying to make room for more fruit. Zoti ju zbuloi sot që po përpiqet të bëjmë vend për më shumë fryt. But then you have people that avoid preaching. Por pastaj ke njerëz që e shmangin predikimin. A person that only reads scriptures that are comforting. Një njeri që lexon ato vargjet ose shkrimet që thjesht japin reati And they die spiritually wondering why they never grow. dhe vdesin shpirtërisht duke menduar pse nuk rriten asnjëherë. I know many people like this tonight. Dhe unë di shumë njerëz si këta, They are always wondering why they can get nowhere with the Lord. gjithmonë mendojnë pse nuk mund të arrin asnjë vend me Zotin. But the goal of cutting on the branch Por misioni I asaj prerjes te dega is always to produce more fruit. është gjithmonë që të prodhojë më shumë fryt. That is the Lord's purpose. Dhe ky është qëllimi I Zotit. Cutting on the branch is never destruction. Prerja e kësaj degës kur nuk është shkatrim. It sometimes feels like He's killing us, doesn't it? Ndonjëherë ndihemi sikur ai po na vret. But the Bible says that it's only to bring more fruit. Por Bibla thot që thjesht është vend për më shumë fryt. And so we must submit to the cleaning of the Word. Kështu që ne duhet të nënshtrohemi me pastrimin e fjalës. Let me ask us all this tonight. Dhe let ju bëj këtë pyetje të gjithëve. When the Lord's hand is heavy in our lives, Kur dora e Zotit është e rëndë në jetën tonë, do we fight the cutting of the knife? a e luftojmë këtë prerjen e thikës, Do we fight the cutting of the Word? a e luftojmë prerjen e fjalës, Or do we submit to it? apo I nënshtrohemi asaj? Something we need to ask ourselves honestly tonight. Është një pyetje që duhet ta japim vetes me sinqeritet. Is it possible that every loss that we've had A është e mundur që çdo humbje që ne kemi patur is the discipline that we've received from the Lord është disiplina që kemi marrë prej Zotit and all the things that He's taken away, dhe tërë gjërat që e ka marrë prej nesh, that we have rejected the cutting of the Lord që ne kemi refuzuar prerjen e Zotit. as the only thing that He's trying to do is produce more fruit in our lives? Por e vetmja gjë që ai po përpiqet të bëjë është që të prodhojë më shumë fryt në jetën tonë, Fruit that has never produced before.
Fryt që kur nuk është prodhuar më përpara. The believer that has no fruit Dhe besimtari që nuk ka asnjë fryt is one that hides from the cutting of the word. është ai që fshihet nga prerja e fjalës. The one that has fruit Është ai që ka fryt and desires to be fruitful dhe dëshiron që të jetë i frytshëm, gives themselves to the Lord e jep veten Zotit and says, Lord, cut where you need to, just give more fruit. dhe thot Zot pri ku duhet edhe thjesht më jep më shumë fryt. Number 2 tonight. Dhe së dyti, Fruitfulness requires abiding in Christ. frytdhënia kërkon qëndrimin në Krisht. Let's read verses 4 and 5 again. Le të lexojmë vargjet 4 dhe 5. Qëndroni në mua dhe unë në ju, sikurse dega nuk mundet të prodhoj fryt nga vetja, përveç se po qëndroj tek ardhia, as ju nuk mundeni, po nuk qëndrohet në mua. Now, we saw in our last point Tani pam te pika jone kaluar, the Lord's responsibility as the caretaker of the branches. përgjegjësinë e Zotit si kujdestarin e degëve. But now we see the branches' responsibility. Për tani shikojmë përgjegjësinë e degëve vet. And he really drives this point in these two verses Dhe ai me të vërtet na e tregon këtë pikën në këto dy vargje, by using one word over and over again. duke përdorur një fjalë përsëri. And that word is abide. Dhe kjo fjalë është qëndroni. That is the heartbeat of this entire message tonight. Kjo fjalë është raja e zemrës e këtij mesazhit sot. The fruit does not originate in the branch. Fryti nuk vjen nga dega, It flows through the branch because the source is the vine. por ajo ka rrjedh nëpërmjet degës sepse burimi është hardhia. You can cut the branch from the vine tonight. Dhe ti mund ta presh degën prej ardhisë You can put it in the best soil. dhe mund ta avësh në dheun më të mirë Give it perfect water to feed it. dhe t'i jap ujë të përsosur And për it will, ushqyerje. and it will dry up and die. Edhe ajo do të thahet edhe do të fishket. Because life does not begin at the branch. Sepse jeta nuk fillon te dega. It only flows through it. Thjesht bën rrjedhje nëpërmjet kësaj dege. This kills every attempt of our flesh to attempt to be fruitful. Dhe kjo vret çdo tentativë të mishit ton që të jemi të frytshëm. There may be someone that has energy, Mund të ketë dikush që ka shumë energji they've got talent, dhe kanë talent, charisma, kanë edhe atë karizmën and much zeal. dhe shumë konfidencë pak. All right? But still bring forth nothing of eternal value. Dhe mund t'i ketë të tëra këto gjërat, po mos të japi asgjë me vlerë të përjetshme, Because the life of heaven is not running through them. sepse jeta e parajsës nuk rrjedh në ata. This word abide Dhe kjo fjala qëndro means to have continual dependence. do të thotë që të kesh një varësi të vazhdueshme. It is not an occasional visit to the vine Dhe kjo nuk është një vizitë kështu një herë tek ajo ardhia to get the help during that visit. që të marrësh atë ndihmën që ju duhet. The word means to remain and to live there. Por fjala është që të qëndrosh atje dhe të jetosh atje. It is not the believer who runs to Christ on Sunday and Wednesday Dhe nuk është besimtari që vrapon drejt Krishtit të mërkurën dhe të dielën and then lives independently every other day of their life. dhe jeton në mënyrë të pavarur çdo ditë tjetër. It is not the believer who comes to church on Sunday and Wednesday Nuk është besimtari që vjen në kishë të mërkurën dhe të dielën that stands amongst us and says, "Oh, hello, I'm doing great today," dhe rime ne dhe thot unë jam shumë mirë sot, but goes home and lies to everybody they know por shkon në shtëpi dhe i gënjen të tërëve që një and goes home and hangs out with the old friends dhe shkon në shtëpi dhe rime ata miqtë e vjetër and does all the bad things they used to do. dhe bën e të tëra gjërat e këqija që bën e më përpara. They look good on church days. Dhe duken bukur në ditët e kishës, Praise the Lord. lavdi Zotit. Thank God for what He's done in my life. Faleminderit Zotit për atë që ka bërë. But what does their life show every other day? Por çfarë tregon jeta e tyre çdo ditë tjetër? Abiding means the person lives there. Të qëndrosh do të thotë që të jetosh atje. And in every moment of their life, Dhe në çdo moment të jetës së tyre, they draw life from the vine. ata marrin jetën në ardhia. And that vine is Christ. Dhe kjo ardhia është Krishti. The branch does not abide for an hour and then detach from the vine. Dhe dega nuk qëndron për një orë dhe pastaj shkëputet në ardhia. It remains joined to the vine. Ajo qëndron e ngjitur me ardhin.
Other branches may dry up and break off, Dhe degët e tjera mund të thahen edhe të fishken, but the branch that abides remains. por dega që qëndron. All right. The Lord says here in our text Zoti e thot këtu te shkrimet tona that without him we can do nothing. që pa atë ne nuk bëjmë dot asgjë. And when he says nothing, he means nothing. Dhe kur ai thot asgjë, është asgjë. Not little, Jo pak, not less than what is we're doing now, jo më pak se ç'ke bër, but nothing. po asgjë. And we can show our leaves without him. Edhe ne mund të tregojmë gjethet tona pa atë, We can throw our hands in the air. mund t'i hedhim duart në ajër. Oh, yes, sir, the Lord's faithful. Po zotëri, Zoti është besnik. We can bow our head to pray. Dhe mund të ulim kokën të lutemi, But if there is no true fruit, por nëse nuk ka një fryt të vërtet, the Lord remains hungry. Zoti qëndron i uritur. The fruitless Christian Dhe i kristeri pa frytshëm is always one that tries to be self-sufficient. është gjithmonë ai që përpiqet të jetë vetë prodhues. Quietly, they have stopped depending on the vine. Dhe në mënyrë të fshet, ata kanë ndaluar varësinë ndaj kësaj ardhie And they've tried to do things in their own strength. dhe janë përpjekur që të bëjnë gjërat në forcën e tyre. And it's evident in their lives Edhe kjo vërtetohet në jetën e tyre, because there is no fruit. sepse nuk ka asnjë fryt. The branch that abides to the vine Dhe dega që qëndron tek ardhia is a branch that has fruit to show. është një degë që ka fryt për të treguar. Now remember our verses in the book of Galatians. Tani kujtoni vargjet te Galatasve, It says fruit and not works. thot fryt edhe jo punë. It grows from within. Ajo rritet nga brenda You cannot take apples dhe nuk mund të marrësh mollën and tie them to a dead branch dhe ta lidhësh në një degë të fishkur and call it fruitful. edhe ta quash të frytshme. Notice also, as we said earlier, Edhe shikoni si tha më përpara, it says fruit, ajo thot fryt, singular, një fryt në njëjës. not nice options that we select from. Jo shumë opsione të bukura që ne mund të zgjedhim 1, 2, 3. I think I'll take love as a fruit today. Unë mendoj se do marr dashurinë si fryt sot And I'll leave that faith and that long suffering behind. dhe do e lë atë besimin dhe atë durim gjatësinë mbrapa. Just as we cannot claim that we have joy in our lives Siç ne nuk mund të themi që kemi gazllim në jetën tonë while we live in bitterness. kur ne jetojmë në një hidhërim. The Spirit grows the cluster of fruit together. Dhe shpirti e rrit këtë prodhimin së bashku. When you read these, Dhe kur ti I lexon këto, you are looking at a portrait of the Lord Himself. ti shikon një portretizim të vetë Zot. The Spirit works in our lives Dhe shpirti punon në jetën tonë to produce Christ in the branch. që të prodhoj Krishtin te dega. So when we have spiritual barrenness in our lives, Kështu që kur ne kemi një thatësi shpirtërore në jetën tonë, it is literally the absence of being like Christ. është e njëjta gjë si të jetë mungesa e të qenit si Krishti. And that should bother us. Dhe kjo duhet të na bezdisë. It should set an alarm off in our soul. Dhe duhet të ndezi na një alarm në shpirtin tonë. But let me ask us this tonight. Por let ju pyes këtë. When was the last time that our spiritual barrenness Kur është era e fundit që thatësia jon shpirtërore drove us to abide na drejtoi neve të qëndrojmë rather than trying to push harder to produce fruit në vend që të na shtynë më fort që të prodhonim fryt on our own? me veten tonë? Are we abiding tonight? Apo qëndrojmë ne sot? Or are we just simply attending? Apo thjesht ne porim? You cannot squeeze fruit out of a branch that's been disconnected from the vine. Dhe ti nuk mund ta shtrydhësh frytin jashtë një dege që ka ikur nga ardhia. And I have to say this tonight Dhe duhet të them këtë, because it is a bad thing that even I've done before. sepse është një gjë e keqe që kam bërë edhe unë. There are times that the Lord is cutting on the branch Ka kohë kur Zoti pret degën because it has no fruit. sepse nuk ka asnjë fryt. And many times we, Dhe shumë herë ne, because we have love and we have
compassion for people. Për shkak sepse kemi dashuri dhe dhimbshmëri për njerëzit. We want so much for that branch to produce fruit Duam aq shumë për atë degën që të prodhoj fryt, that we'll come to that person and we try to squeeze it to produce that fruit. që do vim tek ai personi dhe do e shtrydhim që të prodhoj atë frytin, And the Lord takes his hand away. dhe Zoti e heq dorën e tij. We have to let the Lord do it for others also. Dhe ne duhet të talëm Zotin që ta bëj për të tjerët. And so the question tonight is this, Kështu që pyetja sot është kjo: is am I running on my own strength? apo vrapoj unë me forcën time, Am I trying to do all that I can do? apo përpiqem të bëj unë aq sa mundem unë, Or are we abiding in Christ? apo po qëndrojmë në Krisht? Lastly tonight, Dhe së fundmi, fruitfulness requires retaining the Lord's word. frytdhënia kërkon ruajtjen e fjalës së Zotit. Go ahead, you can read those verses there. Nëse dikush qëndron në mua, nuk qëndron në mua, ai dhe të tutje si një deg dhe thahet, dhe njerëzit I mbledhin e I hedhin degët në zjarre ato digje. Nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, do të kërkoni çfarë të doni do t'ju bëhet. Në këtë përlodhohet Ati im, që ju të prodhoni shumë fryt, kështu do të jeni dishepujt e mi. The branch that does not abide is in danger. Dega që nuk qëndron është në rrezik, It's cast away edhe ajo hidhet and tutje, it's swallowed up. edhe konsumohet në zjarre, It's burned up, yeah. edhe ajo digjet, It's useless. dhe është e pavlefshme. But the Lord does not end with this danger. Por Zoti nuk përfundon me atë rreziku, He ends it with the purpose for the branch. por ai e përfundon me qëllimin për degën. Notice in our verses tonight, Dhe shikoni vargjet tona sot, we started with fruit in verse number 2. filluam me frytin te vargu I dytë, Then in the other part of the verses, dhe pastaj në pjesët e tjera të vargjeve, we moved to more fruit. shkuam tek më shumë fryt, Then in verse 8, dhe pastaj te vargu 8, the end of our text tonight, në fund të tekstit, it's much fruit. është shumë fryt. God is not satisfied with a branch that does not give fruit. Dhe Zoti nuk kënaqet me një degë që sjell fryt. His goal is much fruit. Qëllimi I tij është shumë fryt. He says in verse 8, Dhe thot te vargu 8, herein is my Father glorified. në këtë përlëvdohet Ati im. And so here's the victory tonight. Dhe ja ku është fitoria sot, Here's the answer to the believer ja ku është përgjigja për besimtarin, who feels like they have nothing to do for God. që ndjen që s'ka asgjë për të bërë për Zotin. Here's the answer to little or no fruit. Dhe ja ku është përgjigja për pak apo asnjë fryt. There is a purpose that is high enough to fill any life. Është një qëllim që është mjaftueshëm për të mbushur një jetë. And that purpose is the Father to be glorified Dhe ky qëllimi është që të përlëvdohet Ati in a harvest in you. në një prodhim brenda jush. And so do you see what an abiding believer produces Kështu që tonight? a e shikoni se çfarë prodhon një besimtar që qëndron sot. In verse 7, Tek vargu I 7, we see that the abiding believer is a praying believer. shikojmë që ai besimtari që qëndron është një besimtar që lutet. And the praying believer is a fruitful believer. Dhe besimtari I lutjes është një besimtar I frytshëm. Notice the order. Dhe shikoni rendi, You abide, ti qëndron then his words abide in you. dhe pastaj fjala e tij qëndron në ju And then you ask, dhe pastaj ti pyet and he answers. dhe pastaj e përgjigjet. When you show me a believer who does not pray, Dhe kur më tregon një besimtar që nuk lutet, I will show you a believer that does not have any fruit in their lives. do t'ju tregoj një besimtar që nuk ka asnjë fryt në jetën e tyre. And it's always found in the same person. Dhe gjithmonë gjet në të njëjtin njeri. Fruitfulness is a proof of true discipleship. Frytshmëria është vërtetësimi I dishepujzimit të vërtet. It is meant to increase. Edhe ajo ka si qëllim që të rritet. Verse 8 Dhe vargu 8 says, so shall you be my disciples. thot, kështu do të jeni dishepujt e mi. Now, that is why it's important Dhe kjo është pse është kaq e rëndësishme that we're always here to learn from what the Lord has for us. që gjithmonë të jemi këtu që të mësojmë se çfarë Zoti ka për neve. Some of these discipleship classes, Disa prej këtyre klasave të dishepujzimit you may have thought, well, that's just too simple.
simple. Mund të keni menduar po kjo është shumë e thjeshtë. Maybe they're useless. Ndoshta janë të papërdorishme, But they're not useless por nuk janë të papërdorimshme, because we are meant to increase. sepse ne kemi si qëllim që të rritemi. Fruit tonight is not something that we just add on to our lives. Dhe fryti nuk është diçka që thjesht ja shtojmë jetës tonë, It is evidence that a person belongs to Christ. por është një provë që një njeri i përket Krishtit. And it is evidence that a person abides in him. Dhe është provë që një njeri qëndron në atë. Paul says in the book of Colossians Dhe Pali thot te Kolosianëve, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. që të ecni të denjë për Zotin në gjithë shka që i pëlqen atij, duke qenë të frytshëm në çdo vepër të mirë e duke u rritur në njohurinë e Perëndisë. Increasing, Duke u rritur, not standing in the same place in our walk. jo të qëndrosh në të njëjtin vend në ecjen tonë. The fruit is the effect. Dhe fryti është ai efekt. A person whose life does not match what they profess Një njeri që jeta e tyre nuk takohet me atë që ata thonë, will always have a life that is without fruit, gjithmonë do të kenë një jetë pa fryt, no matter how busy they look. pavarësisht se sa të zënë duken. Knowledge of God and fruit rise together. Dhe dituria e Perëndisë dhe fryti rriten së bashku. The more you know about Him, Më shumë sa të dini për Zotin, the more fruit you have. më shumë fryt ke. The more fruit you have, Dhe më shumë fryt ke, the more you learn about Him. më shumë do të mësosh për atë. Those two in that verse are joined Dhe të dyja këto gjërat në atë varg janë të bashkuara with a little word me një fjalë të vogël that is and. që është dhe. All right? The purpose tonight is for His glory, Dhe qëllimi për atë është lavdërimi i tij, not our own glory. jo lavdërimi jon. The fruit does not exist to decorate the branch Dhe fryti nuk ekziston aty që të jetë dekorim për degën, or to build the reputation of the branch. ose që të ndërtoj reputacionin e degës, It is for the glory of the vine. por është për lavdërimin e asaj ardhie. This verse here says Dhe ky varg u thot that we walk worthy of the Lord unto all pleasing. që thot që ne ecim të denjë për Zotin në gjithë shka që i pëlqen atij. We are to be pleasers of God, Dhe duhet jemi kënaqës të Zotit, not pleasers of men. jo të njerëzve. But if you're pleasing God and someone else is pleasing God, Por nëse ti po kënaq Zotin e dikush tjetër po kënaq Zotin, and you're growing with fruit in your life and they're growing with fruit in their life, dhe ti po rritesh me fryt në jetën tënde edhe personin tjetër gjithashtu, you just naturally please each other because you're pleasing God also. ju në mënyrë natyrale kënaqni dhe njëri tjetrin sepse po kënaqni dhe Zotin. Every fruit that we produce Dhe çdo fryt që ne prodhojmë puts glory upon the name of the Son of God. vë lavdërim mbi emrin e Birit të Perëndisë. Fruit that is grown from the praise of men Dhe fryti që rritet nga lavdërimet e njeriut or the praise of itself ose nga lavdërimi i vetvetes is counterfeit. është erem. We learned a lot about that word on Sunday. Dhe mësojmë shumë për këtë fjalën e erem të dielën. We must abide in Him, Gjithmonë duhet të qëndrojmë në atë. but His word must abide in us. Por gjithashtu edhe fjala e tij duhet të qëndrojë në ne. He is seeking tonight much fruit in our lives. Dhe ai sot po kërkon shumë fryt në jetën tonë. Not just individually, but in this church. Jo thjesht në mënyrë individuale, por edhe në këtë kishë. And you may tell me that you have nothing to do for God right now in your life. Dhe mund të më thoni që unë s'kam gjë për të bërë për Zotin tani, But God says that every good work is waiting. por Zoti thotë që çdo vepër e mirë është duke u pritur. The truth is tonight, Dhe e vërteta është, not whether or not there is work. jo nëse ka punë apo jo, There is work. ka punë. The truth is Por e vërteta është that maybe we have not been abiding or walking worthy. që ndoshta ne nuk kemi shndruar ose nuk kemi ecur të denjë për Zotin. And so tonight, Kështu që sot we need to stop waiting for some great job to fall out of heaven ne nuk duhet të presim më që të bjerë në një punë e madhe në parajsa, and start abiding in the vine por duhet të fillojmë që të qëndrojmë tek ardhia and praying
edhe të ludhemi and walking worthy each day. dhe të ecim të denjë çdo ditë. And you'll find your hands suddenly full of fruit. Dhe do ta gjeni duart tuaja plot me fryt. There might be some cutting. Dhe mund të ketë disa prerje, There might be some extra things to do. dhe mund të ketë disa gjëra tepër për të bërë, But God will produce fruit in a life por Zoti do të prodhoj fryt në një jetë that desires God që dëshiron Zoti and abides in Christ. dhe qëndron në Krishtin. Will we settle tonight for being dry A do të qëndrojmë ne për të qenit të thatë and a branch that doesn't produce anything? dhe një deg që s'prodhon asgjë, Or will we have victory over this tonight apo do të kemi fitore mbi këtë sot and let our lives become a field that glorifies His name? dhe ta lëm jetën tonë të bëhet një fushë që i jep lavdërim emrit të Tij. When He comes to a tree in our life, Dhe kur ai të vinë në një pemë në jetën tonë, what will He find? çfarë do të gjejë ai? That's the question tonight. Kjo është pyetja sot. So we need to take time